'cause I know we getting high. Put your hands up in the sky, in the sky. Hey, girl, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window, dancing a lingo, dancing a lingo. Girl, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window, dancing a lingo, dancing a lingo, a lingo, a lingo. Bravo Çuna, bravo. Sa mirë më i fjori që kërcen Sa mirë që Zoti ka krijuar Majlajdon dhe Emin që të ngrohemi një çik në këtë të ftohtë, të tmerrshëm. Më puti, po faleminderit për putjet. Puthe fjori pak majtas? Puthe dhe djatës? Qëndrën e kam të zënë dje, ma kështu që... Mesin që ka të zënë, trënda filore me erë, se ka... Lëra, po e la me kaq. Përveç djemve që na ngrojnë, është dhe Rapidol S që na vjen në ndihmë, sepse në këtë stim virozash, në këtë epidemi të tmerrshme që ka pushtuar vendin, është vërtet derman. Faleminderit Pejman. Po, sigurisht edhe Pejman se e blendisemi. Pejman që jeni sponsor të emisionit tonë. Faleminderit. Dhe përveç Rapidol S dhe Pejman, edhe shteti ka marrë masat e tij. Ashtu, a? Tham pra që në pjesë të parë të emisionit e tham që të gjithë mjetet e ushtrisë janë në veri. Merë shteti. Marri masa e qim drasa. Bor pastruset janë në veri. Kudo është shteti dhe aty ku është shteti, normalisht që... O shtet, o shtet. Mirë. Por, ne i kemi marrë masat pak më parë se shtetit. Çfarë kemi bërë ne? Ja ta them unë. Ne morëm drasat njerë, pastaj oqëm masat. E bëm, edhe këtë me drasa e me masa e bëm. Duke ditur që temperaturat do ishin të tilla, ne shkuam në spitalin e Kukësit, që e pat në pjesë të parë të emisionit, po jo vetëm, shkuam edhe në spitalin e Pukës. Ashtu, a? Atje ishte tmerr, nuk futeshe dot. Do me thënë, në atë spital vetëm i ftohti hynte, njeriu nuk hynte dot. Do me thënë atje edhe po t'ja shkeq, hajde që në spital të qëros. Nuk dua, ore, nuk dua të rrinë shpi. Sigurit të tillë nuk isha parë në asnjë spital, të betohem, janë ndiqen. Kamera sigurie, a? Po nuk përçonte dot kamera për qamet, po ndiqe pak. Këtu ndodhemi në spitalin e Pukës, te i cili marrin shërbime mjekësor, rreth 25.000 banor, teksa tentojmë të futemi brenda, ne hasemi me këtë situatë. Nuk është normal në direkcion, kam dhënë urdhën. Anë të mëri këtë drejtori. Po me më e këtë drejtori. Unë vete deri lartë drejtori së është. Pa lejnë e drejtori të shkundë. Ti dhe me vekë për punë. Mund për shtë punë, Allah, mund visminar venën e punësën. Unë nuk mundë për shtë bëdhë, Mjolon. Por pse media nuk lejohet që të xhiroj brenda këtyre ambienteve? Ndoshta këto pamje që do të paraqisim tani janë një arsye. Jo, po ja vlente shumë të dilte shpirti për të futur në atë spital. E pat në të shku se ishte spital. Më ku e kam Rozin? Vini re. Urdhëres e komandës gjermane. Në qytet është vendosur shtet rrethimi. Të gjitha lejet e veçanta që i kanë pasur personat civil për qarkullim e humbasin për vlerën e tyre. Asnjë person nuk mund të qarkullojë
mbas orës 6 të mbrëmjes. Ata që ndodhen mbas kësaj ore në rrugë, do të vriten në vend pa thirrje ndalimi. Ndalohet dalja nga qyteti pa leje speciale. Çdo kryetar. Ku shkoni më i zonjë? Ku shkoni më i zonjë? Nuk jam zonjë, jam zotëri. Zotëri? Jam vllai i atij personi që është smur. Po çdoni kështu më zotëri në studion time, ë? Po si e hyt deri këtu në studion time, nuk e pat se çmasa janë marrë që mos të deportoni dot këtu brenda? Si mundet juve të futeshit këtu brenda, ë? Dhe një varojeni tash jam drejtori. E kuptova. Kushtet e spitalit letishin vaj me det, kur thot kryeministri. Lagështira kishte marrë dhënë aty. Mbetjet spitalore ishin kështu në për korridor, si ku diu, nuk di ç'të them, sikur si ç'gjë. Por në vend që të merret me kushtet e spitalit, në vend që të ofroj ndihmë reale për të gjithë pacientët që janë të pushtuar nga epidemia e gripit në spitalin e Pukës, e di çfarë urdhri nxjerr pikërisht kush? Do thoni ju zotëri? Unë zotëri. Drejtori i spitalit, urdhër të posaçëm në këto kushte të rënda atmosferike. Urdhër të posaçëm me rastin e acarit që njerë në cana vjen në Pukë. Ndiqni pak masat që ka marrë drejtori i spitalit të Pukës. Tani. Ndërsa një arsye tjetër është ky urdhër i afishuar. Urdhër i brendshëm për marrjen e masave, forcimin, ruajtjen dhe sigurinë kundër akteve terroriste për kujdesin shëndetësor. Të mbyllet me çelës dera e hekurit në hyrje të spitalit. Personeli shëndetësor dhe jo shëndetësor të mos lejojë kamerat të filmojnë në ambientet e spitalit dhe të mos prononcohet për asnjë lloj problemi pa autorizimin e titularit të institucionit. Ndaj personave përgjegjës do të merren masa administrative. Alo, përshëndetje drejtor. Jam Alketa, gazetare nga Ora News. Mund të takohemi një moment, lutem? Jo, jam i diskutuar për moment. Kur vini? Nuk e di, jam një takim për punë, jam në ofis. Nuk je në Pukë, po unë të kam parë përpara gjysore të qendra. Po, atëherë hazëzojmë ku jam atëherë pra. Tani nuk lozim ku kam çeftit të gjiron ty ku je. Mund të vish pak të zyra të flasim. Keni mungesa për mjekë specialist? Po, keme një kardiolog dhe një okulist për hadrë, këta. Ne mund të futemi te ky spitali Erzen Selimi të marrim ca pamje të ambienteve jashtë jo brenda? Ata kanë urdhër mos e leju me hymë mrena pa urdhën titullarit. Por jashtë kamerës, personeli na radhit një varg problematikash, duke filluar nga mungesa e mjekëve specialist, deri te lagështira, që e ka pushtuar të gjithë godinën. Kjo është kutia e ankesave për shërbimi spitalor. Edhe ne, po hedhim ankesën tonë. E po kësa i thonë fshati ngrin dhe drejtori spitalit. Drejtori shkrin, ngriva, shkriva. Merë masa kundër akteve terroriste, më i rosë. Jo, drejtori nuk ka faj drejtori. Drejtori ka dash të bëj një loj me ato, ngriva, shkriva. Kush ngrin, kush shkrin. Kujdes, mos hyni spital, se do filloj loja që te dera. Të ngrish. Masa kundër akteve terroriste, moj. Po a ka terroriste që shkon në spital? Një sekund, ta spjegoj këtë. Nuk ka unë sot, sa u bëra sot, gjithë të vite që kam bisupe, nuk kam njohur nëj terrorist që shkojnë bëjt terror në spital. Sa ato të spitalit, ato të smur janë, terroristi, po në qepër terror dilë për jashta, se ato gjatë të trëmbur janë ato të spitalit. Nuk ka që ti bëjt terroristi të spitalit. Për shumëta, terroristi mund trebi vetëm rojen të dera, kaq.
Terroristi, dëgjoj, sa afrohet te spitali, shef Asadën dhe ja bën kështu. Jo, terroristin e ke këtu. Të kapa! Të kapa! Do kapa! I tha gazetares, të kapa, hajde dhe më gjej, më gjej. Hajde tani, gjejmë drejtorin. Hajde gjeni drejtorin, të gjejmë drejtorin. Zoti drejtor. Dil se të pash, dil. Hajde. Dil, kanë ngrirë. Dil aty. Pa dil më se të gjeta. Ja ku janë të dy doktoresha, i kapa. Ja dhe roja, është më qef në banjo. Ashtu dhe, në një situatë të tillë, knaqesh të los. Të gjithë mendojnë të sigurojnë medikamente, të sigurojnë stafin e dur mjekësor për të përballuar fluksin e pacientëve. Drejtori i Spitalit Kukësit merr masa kundër akteve terroriste, nuk lejon personeli shëndetësor të prononcohet për mediat dhe thot hajde më gjeni. Ece merre vesh, ne jetojmë në vendin e çuditërave, ndaj ky vend nuk të mërzitet kurrë, sepse ka të tillë larmishmëri. Si përfundim, gazetarja e emisionit Bu. E gjeti? Do e gjej nga barku i javës. Ka fitu drejtori, 1-0. E rëndësishme është që telemjekësia më në fund ka ardhur në vendin tonë. U gjetë telemjekësia. Nëse nuk e përballoni dot fluksin të dashur drejtues të spitaleve, ju keni shpëtimin tuaj, keni telemjekësin, fare mirë, pacientët mundi drejtoni, kur të vinë drejt teknologjisë në fundit, një ditë kështu do gjejmë të gjithë derman Rozi, fal teknologjisë. Do vi roboti të dëshëroj aty me dorën. Urojmë ta kaloni sa më lehtë këtë situatë të rëndë që na kanë sjell kushtet atmosferike, uroj t'ja kaloni sa më lehtë këtë gjendje gripale. Ne themi ta mbyllim tani. Duke dhe numrin e kontaktit Fjor se haron për herë, 069-600-0002. Na shkruani për çdo shqetësim tuaj. Nëse keni drita të vendosni telefonin në karikim, mund të dërgoni se Kuksi ka që djenë drejt pa drita. Presim dhe letra me post. Nëse e gjeni dhe derën e postës, se mund ta ketë bllokuar Bora. Çfarë do bësh? Ju po të doni të na gjeni? Ne jemi këtu. Na gjeni. Çdo ditë në bum. Natë mirë, mirupafshim. When you dance, feel good creeping up on you, so just dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance.